Besimtarët musliman në Kosovë janë bashkuar sot festimeve, duke shënuar kështu fundin e një muaji të gjatë përkushtimi, sakrifice dhe reflektimi shpirtëror. Në orët e para të mëngjesit, qindra qytetarë u mblodhën në xhaminë e madhe në Prishtinë për të marrë pjesë në ceremonitë fetare, të cilat nisën me faljen e namazit të sabahut dhe vijuan me ligjërata kushtuar kësaj dite të shenjtë. Gjatë ceremonisë, u përcollën mesazhe të rëndësishme ku u theksua se Islami nuk është vetëm një përkatësi kulturore, por një mënyrë jetese që formson ndërgjegjen, disiplinon shpirtin dhe forcon raportin e njeriut me shoqërinë. Islami nuk është vetëm identitet i trashëguar, as vetëm përkatësi kulturore, e as vetëm një përmbledhje rregullash të jashtme. Islami është rend hyjnor, sistem jete, formësim i ndërgjegjes, disiplinim i shpirtit dhe harmoni ndërmjet besimit, veprës dhe moralit. Ai e ndërton njeriu nga brendia, e pastaj ja rregullon marrëdhënien e tij me botën që e rrethon. Falja e namazit u drejtua nga kryeimami i Bashkisë Islame të Kosovës, ndërsa Muftiu Naim Tërnava, në hutben e tij, u ndal te rëndësia e moralit si fryti më i vyer i Ramazanit. Ai rikujtoi besimtarët se agjërimi nuk është thjesht ndalim nga ushqimi, por një proces i thellë pastrimi shpirtëror dhe afrimi me vlerat më të larta njerëzore. Morali është fryti më i bukur dhe më i vlefshëm i Ramazanit. Agjërimi nuk ishte vetëm për të ndaluar urinë dhe etjen, por për të pastruar zemrën dhe për të fistikruar shpirtin. Ai erdhi që ne të largohemi nga padrejtësia, nga fjalët e këqija. Përtej aspektit fetar, nuk mungoi edhe një thirrje drejt për drejt për klasën politike në vend. Muftiu apeloi për më shumë përgjegjësi në vendimarrje, dialog të mirëfillt mes forcave politike dhe vendosjen e interesit të vendit mbi çdo interes tjetër. Sipas tij, zhvillimi i shoqërisë son nuk duhet të mbetet peng i krizave të vazhdueshme politike. Është e papranueshme që sot, në kohë paqe dhe në kushte të një sistemi demokratik, vendi ynë të ngesë për shkak të mungesës së vullnetit politik për kompromis, dialog, përgjegjësi dhe për pasojë zhvillimi i shoqërisë tonë të mbetet peng i krizave politike. Apo vijon me pritje tradicionale dhe vizitat familjare që e karakterizojnë këtë festë në çdo shtëpi kosovare. Ndërkohë, Bashkia Islame po organizon pritjen zyrtare të urimeve. Kjo ditë mbetet, si gjithmonë, një simbol i fuqishëm i bashkëjetesës, mëshirës dhe kujdesit ndaj njëri tjetrit.